Ngjarja e rëndë në shkollën Fanoli, ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani, u rikthye në vëmendje nga kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit Smart City. Sipas kreut të qeverisë, kjo ngjarje shërbeu si piknisje për ndërtimin e këtij sistemi inteligjent sigurie, i cili synon të parandalojë ngjarje të rënda në shkolla dhe në hapësirat publike. Të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi e cila tronditi mbar vendin. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Sistemi do të përdor inteligjencën artificiale për të identifikuar dhe sinjalizuar në kohë reale situata potencialisht të rrezikshme, duke njoftuar menjëherë qendrën e monitorimit për raste të tilla, si shfaqja e armëve të ftohta, lëvizja e personave në kërkim apo automjeteve të përfshira në veprimtari kriminale. Nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep menjëherë informacion në qendrën e monitorimit. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit të kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më.